Vazhdimisht zyrtarët komunal, posa që është drejtoria për rini, kultura dhe sport, e ka pas atë, në ka thonë që qeveria nuk në ka thonë mjetet mjaftueshme. Përgjithësi jam pak i pakënaqur për shkak se morë në tanësi, ne si shoqat, numerikisht jem më e modha shoqat apo një shtëpi e sportit rekreativ. Të flasim sa është përkraja nga komuna realisht? Po të them të vërtetën, deri më tani kem pas në kalkulime dhe ka njerë kem pas edhe dështime. Për shkak se vazhdimisht zyrtarët komunal, posa që është drejtoria për rini, kultura dhe sport, e ka pas atë, në ka thonë që qeveria nuk në ka thonë mjetet mjaftueshme. Ka pasën përgjigje? Po edhe aty ka pasën kalkulime, dikujna ju ka thonë ma shumë, dikujna ma pak. Përgjithësi jam pak i pakënaqur për shkak se morë në tanësi, ne si shoqat, numerikisht jem më e modha shoqat apo një shtëpi e sportit rekreativ. Se askush në komunë të Ferizajt nuk i ka 200 antarë. Askush. Merre edhe futbollin, i cili është në ligë qendrore. Po. Asaj si ka, i pas ka kryesin, i pas ka 20 lojtar, për shembull dy parë, e çka po diju në atëfar kryesin, po kurse si 200 s'mëri. Edhe ndërsa ndoshta me mbështetje, ju qëndroni shumë të dobët. Shumë më dobët, jo shumë, po shumë më dobët. Edhe realisht duhet... Shumë më dobët. Ka ndodhë që ne kanë dhonë mjetet, vendimin e kanë shu, mas një vite e kemi shfrytzuar atë rast për shumë. Ndërsa gara ndoshta... Garën pa tjetër, na kemi edhe antarësinë e cila mos me qenë, se antarësinë as kishme mujtë ndoshta edhe me lëviz prej venit. Se ti mush me llogarit. As një garë të këne, sidomos të na, se na i mojmë garat jashtëzakonshme, ato pranume kemë, prej nivelit federativ, që ka shumë të interesume, dhe vërtet marrin pjesë masovikisht. E ata është i sunë e largan ato, kur e do. Sidomos Ferizaj, jetër është për peshkim për shkak se si ka ujnat. Unë besoj që kur të është themelohen, do rregullohen, do liçej, do kleta, do sene, ka meroj intensiteti asaj. Do bjen? Po do të bjen sigurisht. Jo numerikisht, po do të bjen intensiteti se do t'jetë pak më shtirë kështu. Peshkatorët tonë janë gjendje me shku njëherë një javë të dyherë një javë në Shqipëri, kokë se shka po di une Shëngjin, tëna burimet ujore të Shqipënisë i vizitojmë. Bile kam filluar në Malëzi me shku, se mos flasë për Macedoni, për Dibër e për shka po di une në lumet e Macedonisë. Ashtu.